51 vite nga hera e fundit, Bologna është fituese e Kupës së Italisë për herë të tretë në histori, ndërkohë që e ka lënë me gishtë në gojë në një sezon vërtet të dëshpëruar dhe zhgënjyes Milanin, që kërkonte trofeun e 6 të Kupës së Italisë, por nuk arriti dot, duke humbur si përfundim atë që ishte finalja e 9 e historisë së klubit kuqezi, që duhet thënë se nuk është se do të shpëtonte sezonin me trofeun e dytë për nga rëndësia në futbollin italian, por gjithsesi do të shtonte një titull në palmaresin e klubit, gjë që nuk e arriti në përfundim të një sezoni që do të hyjë në histori si një nga më të dëshpëruarit dhe negativët e Milanit. Ana tjetër, feston Italiano me atë lodrën që ndërtoi po vetë dhe që mund thuhet se funksionoi edhe pse kishte një detyrë të vështirë, mjaft të vështirë, pas asaj që arriti Bologna e Thiago Mottas në sezonin e kaluar, atëherë kur siguroi dhe kualifikimin historik në UEFA Champions League. Gjithsesi, Italiano pas 3 finaleve të humbura ka arritur më në fund të fitojë një të tillë dhe t'i jap gjithashtu Bolognës edhe një trofe që i mungonte që nga viti 74, ndërkohë që gjithashtu e ka kualifikuar këtë klub edhe në Europa League, kur ende nuk ka përfunduar kampionati, ku gjithashtu kuqeblut janë ende në luftë për zonën e Champions League. Mund të konsiderohet pa frikë një sezon i të shtuar për Milanin. Kjo humbja e finales natyrisht do të ndikojë jo pak edhe në planifikimin e sezonit të ardhshëm, ku me siguri nuk do të jetë as Conceição, i cili nëse do të fitonte këtë finale kundër Bolognës, do të kishte sadopak shpresa për të qëndruar, por tashmë çdo gjë është venitur si mos më keq.